Kur Emiratet e Bashkuara Arabe shpallën pavarësinë në vitin 1971, bota arabe dhe ndërkombëtare e përshëndeti krijimin e një shteti të ri në Gjirin Persik. Një federat prej 7 emiratesh, e cila brenda disa dekadash do të shndrojë në një prej qendrave më të rëndësishme ekonomike dhe politike të lindjes së mesme. Por pas këtij procesi, qëndron një histori më e gjatë. Historia e ndikimit britanik në Gjirin Persik dhe e një rendi politik që Britania e kishte ndërtuar për më shumë se një shekull. Sipas historianëve që studiojnë trashëgiminë koloniale britanike në lindjen e mesme, krijimi i Emirateve nuk mund të kuptohet vetëm si një proces i brendshëm i bashkimit të disa territoreve fisnore arabe. Ai duhet parë brenda një realiteti më të gjerë, tërheqjes së perandorisë britanike nga një rajon ku ajo kishte pasur ndikim vendimtar politik, ushtarak dhe ekonomik. Për pjesën më të madhe të shekullit 19 dhe 20, brigjet e Gjirit Persik ishin pjesë e një arkitekture strategjike britanike. Për Londrën, Gjiri nuk ishte thjesht një hapësirë gjeografike, ai ishte një korridor jetik që lidhte Indinë, xhevahirin e perandorisë britanike, me pjesët e tjera të perandorisë. Për këtë arsye, Britania ndërtoi një sistem marrëdhëniesh me sundimtarët lokal të rajonit, të njohur si shtetet e anëpushimit ose trucial states. Përmes traktateve të nënshkruara në shekullin 19, Britania mori kontroll mbi çështjet e jashtme dhe sigurinë e këtyre territoreve, ndërsa familjet sunduese ruajtën autoritetin e tyre të brendshëm. Ky model ishte një formë e kolonializmit jo formal. Ndryshe nga India apo territoret e tjera ku Britania kishte administrim të drejtë për drejtë, në Gjirin Persik, Londra shpesh qeveriste përmes marrëveshjeve, këshilltarëve politik dhe aleancave me elitat lokale. Ky model krijoi një marrëdhënie të veçantë mes Britanisë dhe familjeve sunduese të Gjirit. Dinastitë lokale ruanin pushtetin e tyre, ndërsa Britania garantonte rendin politik dhe sigurinë strategjike të rajonit. Kur pas luftës së dytë botërore, perandoria britanike filloi të dobësohej, ky sistem hyri në një fazë transformimi. Londra nuk kishte më fuqinë ekonomike dhe ushtarake për të mbajtur të njëjtin nivel kontrolli global. Në vitin 1968, Britania njoftoi vendimin për të tërhequr nga prania e saj ushtarake në lindjet e Suezit. Ky vendim krijoi një boshllëk politik në Gjirin Persik. Në këtë moment, filloi procesi që çoi në krijimin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Por tërheqja britanike nuk nënkuptonte largimin e plot të ndikimit britanik. Përkundrazi, mënyra se si organizua tranzicioni ishte thellësisht e lidhur me strukturat që Britania kishte krijuar më herët. Federata e Emirateve u ndërtua mbi bazën e 7 sheikateve apo territoreve fisnore që më parë kishin qenë pjesë e sistemit të mbrojtjes britanike. Familjet sunduese që morën drejtimin e shtetit të ri ishin pikërisht ato elita politike me të cilët Britania kishte bashkëpunuar për dekada. Në këtë kuptim, krijimi i Emirateve të Bashkuara Arabe nuk ishte një revolucion politik që rrëzoi një rend të vjetër. Ishte më shumë një tranzicion i menaxhuar, ku shumë nga strukturat e ekzistuese të pushtetit vazhduan të ekzistonin edhe pas përfundimit formal të epokës britanike. Kjo është një karakteristikë që historianë si Avi Shlaim e kanë analizuar në kontekste të tjera të lindjes së mesme, mënyra se si fuqitë koloniale shpesh nuk zhduken plotësisht pas largimit fizik, por lënë pas institucione, aleanca dhe elita politike që vazhdojnë të ndikojnë zhvillimet e rajonit. Në rastin e Gjirit, Britania nuk krijoi Emiratet nga zeroja, por ajo krijoi kushtet politike dhe strategjike në të cilat ato u formuan. Kufit politik, marrëdhëniet mes Emirateve dhe familjet sunduese që udhëhoqën federatën ishin pjesë e një historie më të gjatë të ndërveprimit me perandorim britanike. Pas vitit 1971, Emiratet e Bashkuara Arabe u bën një shtet sovran, por marrëdhëniet me Britaninë nuk u ndërprerën. Ato vazhduan përmes lidhjeve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Në vend të një kontrolli të drejtë për drejtë kolonial, u krijua një marrëdhënie e re mes një ish-fuqie perandorake dhe një shteti të ri që kishte lindur në një hapësirë të formsuar nga ajo perandori. Prandaj, historia e Emirateve të Bashkuara Arabe është edhe historia e transformimit të vetë ndikimit britanik në lindjen e mesme. Në një epokë ku Britania kontrollonte rajonin përmes traktateve dhe pranisë ushtarake, u kalua në një epokë ku ndikimi ruhej përmes aleancave strategjike, interesave ekonomike dhe partneriteteve politike. Krijimi i Emirateve të Bashkuara Arabe në vitin 1971 ishte një moment i rëndësishëm i pavarësimit arab. Por ai ishte gjithashtu pjesë e një procesi më të gjerë, shpërbërjes së perandorisë britanike dhe krijimit të një rendi të ri në lindjen e mesme, ku gjurmët e ndikimit kolonial vazhduan të mbeteshin të pranishme.